Pagesat elektronike ose shitblerjet përmes kartave nuk janë adoptuar në masë nga qytetarët dhe tregtarët, ndërsa të dhënat tregojnë se vetëm 16% e blerjeve kryhen me karta. Për këtë arsye, qeveria dhe Banka Qendrore po punojnë për rritjen e nivelit të këtyre pagesave dhe uljen e kostove të tyre. Është një plan masash i cili angazhon disa institucione me qëllim që të ngrihet infrastruktura e duhur që të përdoren sa më shumë pagesa elektronike, të reduktohen kostot e pagesave elektronike dhe sigurisht të jepet një dritare tjetër formalizimit dhe rritjes së konkurreshmërisë së ekonomisë. Në konferencë me gazetarët, Delina Ibrahimaj tha se të gjithë bizneset duhet të kenë një pajisje për të pranuar pagesa pa para në dorë. Çdo tregtar që operon në Republikën e Shqipërisë të ketë detyrimin për të pasur të paktën një mjet të pagesave elektronike. Në epokën ku jetojmë, mjetet për pagesat elektronike nuk janë më vetëm POS-ët tradicional që ne jemi mësuar të shohim në dyqane. Formalizimi i ekonomisë parashikon edhe eliminimin e transfertave cash nga institucionet publike dhe vendosjen e limiteve të reja për pagesat cash.